Pasi që komuna e Tearcës ishte përmendur sërish nga Ministri i Pushtetit Lokal Zlatko Perinski se nuk ka aplikuar ende në thirrjen e dytë të qeverisë për projekte infrastrukturore, kryetari i komunës së Tearcës Nuhin Eziri tha se komuna e Tearcës gjatë ditës së enjte ka dorëzuar projektet në Ministrinë Përkatëse. Bëhet fjalë për stacionin e filtrimit të ujrave të zeza për fshatrat Slatin, Tearcë dhe Përshevc, ndërsa në projektet infrastrukturore janë përfshirë rruga kryesore e fshatit Slatin, rruga Përshevc, Glogj, një rrugë në Dobrosht dhe një rrugë në fshatin Odër. Projekti që është në thirrjen e radhës është për rrugën kryesore nga Varezat deri tek qendra e fshatit, që është rrugë e cila është amortizuar. Besoj se qytetarët e dinë për faktin që aty u realizua një projekt nga EVN-ja për vendosjen e gjithë rrjetit elektrik nën tokë. Prandaj largimi atyre shtyllave, prerja asfaltit, dëmtimi i saj, ka sjellë deri te një amortizim në shkallë të konsiderueshme dhe për këtë ne kemi vënë në prioritetin e radhës për realizimin dhe finalizimin e gjithë punëve që lidhen me këtë segment të rrugës brenda vendbanimit të fshatit Slatin. Thirrja mbaron deri në fund të prillit. Besojmë se kjo do të mvaret nga procedurat të cilat do të ndjekim në një bashkëpunim apo bashkërendim me Ministrinë Përkatëse, konkretisht me Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve. Sipas Ministrit të Pushtetit Lokal Zlatko Perinski, 63 komuna kanë aplikuar në thirrjen e dytë qeveritare për financimin e projekteve infrastrukturore në vlerë të përgjithshme prej 15 miliard denarësh apo mbi 240 milion euro. Perinski deklaroi se afati për aplikime mbaron më 30 prill, ndërsa apeloi që të dorëzojnë projektet e tyre edhe 17 komunat që fare nuk kanë aplikuar. Në arkivin e Ministrisë së Veçeverisjes Lokale janë dorëzuar gjithsej 450 formular aplikativ nga 63 komuna. Prej tyre, 36 komuna kanë aplikuar me projekte në vlerë maksimale prej mjeteve financiare të cilat u takojnë sipas formulës për kokë banori. 27 komuna kanë mundësi të aplikojnë dhe me projekte tjera deri të shtunën maksimale e parashikuar, ndërsa 17 komuna fare nuk kanë dorëzuar formular aplikues. Komunat që fare nuk kanë aplikuar deri në datën e djeshme janë 17 në numër dhe më lejoni t'i lexoj. Ato janë komuna e Sarajit, komuna Qendër, komuna Çajir, komuna Shuto Orizare, komuna e Likovës, komuna Probishtip, komuna Vallandov, komuna Rosoman, komuna Bogovin, komuna Vrapçisht, komuna Mavrov dhe Rostush, komuna Tearcë, komuna Dibër, komuna Strug, komuna Manastir, Krushev dhe Dollnen, deklaroi Zlatko Perinski, ministër i Veçeverisjes Lokale. Në ndërkohë, nga komuna e Tearcës njoftuan se është përfunduar faza e parë e asfaltimit të rrugës në fshatin e Rasht, ndërsa faza e dytë do të jetë vazhdimi i saj deri në fshatrat e rajonit të komunës së Sarajit. Gjatë kësaj periudhe, pritet që të asfaltohet edhe një rrugë ndërmjet fshatrave Leshk dhe Neproshten.